Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e fundit për këtë muaj dhe të radhës për këtë javë, ende sot data 30 prill 2026. Jemi drejt për drejt, ora 7 fiks nisim ora juaj dhe për ditën e sotme, si zakonisht në 2 orë të para edhe të këtij mëngjesi do të qëndrojmë fillimisht duke u përcjell lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejt për drejt. Me zhvillimet nga vendi në horanews.tv, 219 milion lek për ujësjellsin në gurin e bardh, pa mbushur 2 vite amortizohet, inxhinieri gazetarës na bezdise aske. Makina merr përpara bagtit e imta në Vlorë, plagose të rënd bariu. Ç'po ndodh në Elbasan, policia zbarkon në zonën pranë universitetit, dyshohet për rrjet. Detaj nga aksidentin të Belen Krahës, 8 plagosur nga përplasja automjeteve, 2 prej tyre drejt traumës. Shkoi të takonte një prej të dënuarve në burgun e Fushkruvjes, shtetases i gjendet kanabis në xhep të xhupit. Aksident në aksin dhe Belen Krahës, për plasën kok më kok, 2 automjete mbeten 8 të lënduar. Shifrat e prokurorisë përgjithshme, rreth 70.000 çështje të trajtuara mbi 50.000 procedime penale në vitin 2025. Inaugurohet komisariati i ri i policisë në Kryj Lamallari, godinë moderne, sallë operative të avancuara dhe shërbim sipas standardeve europiane. Aksident me vdekje në Fier Sema, në automjeti përplasi bicikletën, ndërron jetë në vend 65 vjeçari. Operacioni kundër call centerave në Tiranë, Europol publikon pamje 900.000 euro gjetën në qese. Humbën jetën babe bina aksident, pedagogu lë mesazhin prekës për studentën e ndjerët mjekësisë, tregon pamje të provimit të fundit. Goditet një tjetër rast bastesh, e zhvillonte aktivitetin një lokal përmes celularit, arrestohet 24 vjeçari në Tiranë. Kush po e kërcënon Irena Gjokën? Shtohen masat e sigurisë për gjyqtare. Drejtonte motorin pa dokumente, vajza nga Ukraina përfshihet në aksident në Vlorë. Urrëzuar nga karrigja në Banesë, 5 vjeçarja nga Purgadeci përfundonte trauma. Emrat dhe akuzat SPAK jep pretencën për 12 akuzuarin në dosjen revanshi, ja ku shpërfiton nga gjykimi i shkurtuar. Policia publikon pamjet e makinës së dytë që u përdor në atentatin me 2 viktima në Lezhë. Video njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme. IKBD nis prishjen e 10 ndërtimeve pa leje në Ksamil. Siguria ndaj zjarrit, kontrolle për të gjitha objektet me leje nga Bashkia e Tiranës. Shpëtohet nga mbytyja e miturit në Shëngjin. Emrat plagosi 26 vjeçarin në Sananda, ratiset autori. Zjarri për masave të mëdha në ullishtet e Panajas era e fortë për hap me shpejtësi flakët. 16 vjeçari rrezikoi të mbytej, nxirret me mjet lundrues në Breg dhe transportohet për në spital. Ndunoi bashkëshorten dhe goditi fqinjën, procedohet 52 vjeçari në Vlorë. Një seanca e parë për dosjen revanshi, në sallë vetëm një prej të akuzuarve, Drim Bami dhe Aldo Abdyli, përfaqësohen nga avokat.
Sërish ndryshime në policinë e shtetit, emërohet drejtori i ri në hetimin e krimit ekonomik. Birn krimi kibernetik po bëhet më i sofistikuar, paralajmëron Europol. Dosja Spak paraqit prova të reja, sekuestrohet një laptop, avokatët kërkuan kohë të njihen në aktin e ri, shtyhet seanca. Ç'po ndodh në burgje, Plaren Dervisha ikën në burgun e Peqinit. Luli futet 7 ditë edhe me Altin Docit, rajës i zbutet siguria e regjimit. Persona me shami pranë shkollave, ku mbaru jemi në kontakt të vazhdueshëm me policinë. Maturant mos bini prej panikut, psikologja Mane zbulon teknikat e thjeshta për të mposhtur stresin përpara provimit. Do t'jam bravo prej në Spak ministren austriake të drejtësisë. Zbardhe dinamika e vrasjes së çiftit në Ballëdres, u organizua ndjekja dhe ekzekutimi Kreshnik dhe Gentiana Mujecet. Larta Gjiu shmangu shtarin, kreu i bandës së Lushnjës nuk përballet me të penduarin Artan Tafani. Sërish zjarr në Tiranë, flakët përfshin një apartament në rrugën Jordan Misja. Sërish zjarr në Tiranë, flakët përfshin një apartament në rrugën Jordan Misja. Makina autorëve kishte GPS. Karamuço zbulon detaje nga atentati me 2 viktima në Lezhë. Dosja 3 grupe kam, 7 vjet kurrës, kam ngelur pa punjet Mir Pepa, trafikoi 7.5 ton kokainë. Ndalim ndërkohë të zhvillimet nga politika. Mazdiku inspektime në Librazh, rrugën që dikur komunës si duheshin 10 vite ta bënte, sot përfundoi me një investim të vetëm. Kritika brenda Partisë Socialiste duhet të mbeten brenda strukturave. Muharremi, Partia Socialiste si organizëm me 100.000 anëtar. Befason Ervin Saliani, më them që Berisha ka nevojë për të vizituar te psikiatri. Saliani del përballë Berishës, nesër depozitoi kërkesën për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike. Vetë përjashtimi i Spiropalit Maho po tërheq vëmendje nga socialistët e pakënaqur dhe nga opozita. Spiropali zgjodhi rrugën e përballjes politike brenda mazhorancës. Baçi, çdo qendrim brenda Partisë Socialiste interpretohet si qendrim ndaj leadershipit. Lita, Spiropali ka një projekt politik, Rama i ka dhënë kartonin e verdhë. Shqipëria në NATO më aktive për siguri rajonale, me diu në IDU, ndikimi Rusisë dhe Kinës në Ballkan nuk nënvlerësohet. Forumi IDU-s në Zagreb, Berisha, opozita do çojë akuzat për autokraci elektorale, pengesat në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Beladoni Ndrecës që sfidon Spakun dhe GKK-n. Ministri Hoxha dhe përfaqësuesja çeke diskutojnë zgjerimin e BE-s. Shqipëria vijon reforma drejt integrimit evropian. Apartamentet në Tiranë, sa në Milano, Këlliçi pastrimi parave rekord. Komisioni i jashtëm takime në Turqi, Mila programe të përbashkëta për të rinjt në fushën e edukimit dhe turizmit. Tatimet po bëjnë presion bizneseve të eliti
u kërkojnë borxhet që janë falur me ligj. Pamje dolin përgjimet e Veliajt, Olsi Efthimi, për më shumë se 2 orë në SPAK. U zbulot për çfarë u operua Erion Veliaj pak ditë më parë. Video Balliu Tirana me çmime si në Milano sepse pastron paratë e krimit dhe drogës. Nuk kafton qytetarët në protestën e 8 majit, nuk ka zgjidhje tjetër për shqiptarët veç kryengritjes. Video i këmë të qonë ruspat në Ksamil, reagon ashpër deputetja, Zhupa Fadromat erdhën pa paralajmëri. Vetëm Berisha në garë, Partia Demokratike nis procedurat e garës për zgjedhjen e kryetarit, kriteret dhe afatet. Po do të rret kuvendin kombëtar vendime për kursin politik, statutin dhe drejtimin e ri mbledhja të zhvillohet në prodhimi anijeve luftarake në Pashaliman, Folgero, vizion inovativ për tregun evropian. Peleshin në Irland, mbështetje e fuqishme për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rustem Gjata mbylli sytë për gjithmonë. Berisha hodhi bazat e drejtësisë kushtetuese në Shqipëri. Referendum për investime strategjike dhe paketën e maleve, Lapaj dorëzon kërkesën në KQZ. Video korridoritet simboli dështimi tabaku shembulli se si pushteti socialist nuk është evropian. Firmoset marrëveshja Prizantieri Kajo për prodhimin e anijeve në Pashaliman Rama ëndër për Shqipërinë. Kajo marrëveshje me Prizanterin në ufi mbi 400 vende pune për prodhimin e anijeve në Pashaliman. Gazetari publikon denoncimin të rënditës për Ilir Metën në burgun 313. La gjyqin e tij për atë të Veliajt shtyhet seanca për Plaren Ndrecën. Gjyqi të Vetërin e Veliajt apeli gjykokos i rrëzon ankimimin, por Umidus 2026 mbledh liderët e djathtë nga gjithë bota në Zagreb Berisha në panelin kryesor. Zvarritja e proceseve gjyqësore a do të ashtyr Erion Veliaj dhe Plaren Ndreca edhe seancën. Me 12 akuzat të rënda, kushtetuesja pranon kërkesën e Ajola Xoxhës, e kalon në seancë. Referendum për paketën e maleve dhe investime strategjike, Shqipëria bëhet kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Territoriale e tabaku bashkit janë kthyer në ndërmarrje punësimi. Shonë zhvillimet nga rajoni. Katër shtetas rumun ndalohen në kufirin e Kosovës, si zbulohen mbi 120.000 euro të fshehura në automjet. Albulena Haxhiu mbledh krerët e partive politike diskutime për datën e zgjedhjeve të reja. Zgjedhjet e reja në Kosovë, Albulena Haxhiu mbledh drejtuesit e partive, shqiptari u gjeti pa jetë me plumb në kokë marrin tjetër 10 hetimet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve propozon 7 qershorin për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë. Dështimi i zgjedhjes së presidentit, Rustemi. Zgjedhjet e reja sjellin kosto shtesë, humbje për shtetin. Prishtina bëhet me baner mbështetës për kadrëshin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Hagë.
Kosova gati për zgjedhjet e treta të jashtëzakonshme, zbulohen 2 datat kur pritet të zhvillohen. Vučić shokon me deklaratën e tij, thoni se mamaja ime ka tradhtuar babain me shqiptar. Mbytyt që opozita në Kosovë kërkon të rrëzoj shtetin për llogari të Beogradit situatën e krijuar as vet, Serbia nuk e kishte imagjinuar. Krasniqi që flet për ndikimin ekonomik të lojrave mesdhetare në Kosovë. Detajet e reja, policia pyet 3 persona për vrasjen e 44 vjeçarit shqiptar të skeduar. Veterani ushtrisë lirimtare të Kosovës pas lirimit mbërrin në Kosovë nga parapunimin në Serbi. Kosova shkon në zgjedhje, dështon zgjedhja e presidentit brenda afatit kushtetues. Deutsche Welle si një gazetës mund të pengoj pranimin e Bosnjës në Bashkimin Evropian. Mos zgjedhja e presidentit të ri Vjosa Osmani, thirrje partive politike mjaft me urrejtje dhe propagandë, duhet dashuri. Pse Kosova po shkon në zgjedhje? Mehmeti, plani i Kurtit për të ikur marrëveshje së Ohrit nga administratës Trump. Po doko, u mbrojt rendi kushtetues, zgjedhjet të caktohen sipas afateve kushtetuese. Shqiptari u gjeti vrarë në një stall, merret në pyetje bashkat detali policia në kërkim. Abdigjiku Vjosa Osmani e shohim si presidente të denjë të Kosovës. Të radhës lajmin nga bota. Trump po shqyrtoi zvoglimi i trupave amerikane në Gjermani. Te 47 në Instagram çon ish drejtorin e FBI-s në gjykat, një përballje ligjore e James Comey. Jerome Powell njep dorëheqjen pas 8 vitesh të krye të rezervës federale, prezantohet pasardhës. Bllokada e Hormuzit rëndit tregjet globale, nafta ngjitet në $115 për fuçi. Në mesin e luftrave, Trump premton së shpejti publikojmë dosjet për UFO-t, do të jenë interesante. Europa, kontinenti që po ngrohet më shpejt në planet. Raporti i Axios, SBA me plan sulmesh të shpejta për të ushtruar presion mbi Iranin. Telefonata 90 minutëshe mes Putinit dhe Trump diskutohet armëpushimi në fundi i luftës në Ukrainë. Galibaf, uniteti kombëtar është përgjigja ndaj bllokadës amerikane. Terapi me qeliza cartë, shkencëtarët drejt një qasje të re për trajtimin e sëmundjeve autoimune. Zjarrit mërshëm në Rusi shuan jetën e rreth 200 qenve në një streh kafshësh. Flagët përfshin Malin. Fajta në Itali, zjarri i fuqishëm në pyjet e kapanorit, ndërhyet nga ajri dhe toka të paritshme. The Wall Street Journal, Trump urdhëron përgatitje për bllokadë të zgjatur ndaj Iranit. Sanksionet po godasin ekonominë ruse, von der Leyen. Rusia po ndërton perdet të hekur digjitale për qytetarët e saj. Ekonomia po mbytet. Trump blokadën ndaj Iranit vazhdon deri në marrëveshjen bërthamore. Libani kërkon negociata direkte me Izraelin, presidenti Aoun pa armëpushim nuk ka dialog.
The Economist, mbaj nuk shihet më pas vetos Hungarisë për Ukrainën, arritet presioni për antarësinë. Hegseth, konflikti me Iranin rëndon buxhetin amerikan në $25 miliardë. Hegseth në Kongres aleatët që investojnë në mbrojtje do mbështeten, të tjerët përballen me pasoja. Video sulmiron të verit të Londrës në 2 hebrej janë plagosur me thik në kërkim një 45 vjeçar. Moska gati të rekrutojë 18.000 luftëtar të huaj, janë nga cilat shtete do të bëhen rekrutimet. Ka mosmarrëveshje të forta për luftën në Iran. Merz, marrëdhënia me Trump gjithsesi mbetet e mirë. Ja ngre alarmin uraniumi iranian mund të jetë ende në vendin e goditur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Goditje mbi 1500 km Zelenski do hymë në fazë të re të luftës me dron. I dham një shans diplomacisë, Irani paralajmëron lëvizje ushtarake pas blokadës detare të Shteteve të Bashkuara. Postimi me Guaska i kushton shtrendi shefit të FBI-s, ja si një kod shifrash i konsideruar kërcënim ndaj Trumpit. U kap duke trafikuar kokainë dëbohet nga Italia turisti shqiptar. Aktori duron trurin për shkencën, familja Wills zgjedh të ndihmojë kërkimin shkencor për sëmundjen neurologjike. Europa në nxehtësi, temperatura ekstreme dhe zjarre tregojnë për shpejtim të krizës klimatike. Zhbllokohet Everest, rruga drejt majës më të lartë në botë ishte zënë në një masë e madhe akulli. Heathrow paralajmëron ndikim nga lufta në lindjen e mesme mbi trafikun ajror. Magyar, në Bruksel për të hapur një kapitull të ri pas Orbanit. 11 lloje kanceri më të shpeshta të rinj, rritja e mbipeshës dhe obeziteti mund të jetë një faktor i rëndësishëm. Moskë parada e 9 majit pa tanke dhe raketa nga frika e sulmeve ukrainase. Dhe në fund live nga sporti. Rregulli i FIFA-s dhe ndikimi i tij te klubet spanjolle, kush do të detyrohet të ndryshojë. Mediat gjermane kritikojnë 3 futbollistë të Bayernit për humbjen ndaj Paris Saint-Germainit. 139 gola në 3 sezone, Harry Kane është mbreti i golit në Europë. Kongresi i FIFA-s në Kanada mand duka përfaqëson Shqipërinë. Shpërthimi brazilian, Suedi 1958. Botërori lanë me Flori ekipet vetëm për pjesëmarrje $9 milion. Kampioni argëton $50 milion. Video lita e padelit botëror në Tiranë, Goxha Shqipëria konkurruese në arenën sportive ndërkombëtare. Mourinho kthehet në Itali dhe Special One flet për Interin dhe skualifikimin e Italisë nga botërori. Zgjerohet hetimi për sistemin e vlerësimit të arbitrave, dyshime për favorizime, priten masa nëse provohet shkelje. Alvarez të Barcelona, Blaugranët kërkon një pasues të Lewandowskit, por duhet bindur Atletico. Foto vajza e ikonës Manchester United nga tifozët tregon format e saj trupore. Admirim dhe shqetësim si e pritën në Angli dhe Spanjë spektaklin e duelit Paris Saint-Germain në Bayern. Juventus dhe Robert Lewandowski plani për të bindur sulmuesin polak. Video virale, djaloshi që kap topat pasporte që e hoqet për Manuel Neuerit. Zgjerimi i San Mames, më shumë vende VIP, pak ndikim te lista e antarëve. Tifozët shpërthejnë pas Paris Saint-Germain Bayern, anuloni gjysmëfinale tjetër do na djeg syt. Do ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që i gjeni më të detajuara përmes oranews.tv, një shkëputje shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak flasim drejt për drejt me ju. Na ndiqni. Kemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo. Uri me permisionin, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes. Përshëndetje që fillojmë me shërbim për ditë të bukur bashkë. Faleminderit. Një propozim kisha. Po, Bashkia në çdo lekët e transportit në çdo muaj e pensionet edhe i rregullat punë se bëhet. që mos prisni në radhë për abonet. Po, është gjithë. E bukur. Edhe nisi mushëmenja i thot plagë, herë shtru, pensionet sot janë duke i prish. Që Po, që pra. më vjetë në kaloj, gjithë. Po, mund të funksionon të kështu, në fakt, mire ke. Unë ju përshëndes shumë dhe është në si që është. Faleminderit. Edhe ne ju përshëndesim. Një ditë të mbarë. Okej. Interesante si ide dhe në fakt funksionon sepse ditët e fundit është vënë re një dyndje, po themi, e pensionistëve në përradh për të marrë një abone në kushte kur temperaturat janë duke u rritur çdo ditë më tepër, është pak vështirë dhe e duhet, jo mund, por duhet gjetur një alternativë për ta lehtësuar sado pak të proces. Mirëmëngjesi, uleni zërin televizorit. Po, Klodi me ngjesi. Më vonë. Po, ule zërin televizorit, të lutem. Po, jo, e ula. Desha të pyesem për diçka. Po, Nesër është 1 maj, a janë postat të hapur? postat? Është pushim zyrtare premtja. Por zero? Është pushim zyrtare premtja. Më fal, pra. Faleminderit shumë. Asgjë fare, të lutem, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ne nuk jemi nuk pa kohë, po them nuk jemi që të na shihni. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, uleni zërin televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Po? Dua të pyes për diçka. Kam dalë në pension në 24, tetor 24. Mhm. Me vite të plota, 38. Po. Dhe shtesa më është bërë 8.000 lekë. Dje vajta pyeta, 8.000 lekë më shtë bërë. Sa më takon? Kur keni dalë në pension, zonjë? Në tetor të 2024. Në tetor të 2024. bukur. Me sa vite punë? Me 38. Je i pjesëshëm, prandaj ke marrë 8.000 lekë. Sepse Po, në 2024, vitet maksimale për të quajtur pensioni plot kanë qenë 38 vite e 4 muaj. Më kupton? Në rast se nuk e ke edhe qoftë 1 muaj, Po, pensioni është i pjesëshëm. Dhe ti e ke poshtë 220 që apo jo. Pensioni. për të dalë kur dola që janë 93. Sa e ke pensionin sot? Sot, se unë e kam futur në bankë, se dje vajta pyeta, me gjithë të shtesat vajti 206. Po pra. E ke pension të pjesëshëm, zonjë, prandaj ke marrë 8.000 lekë, sepse je me 38 vite punë dhe jo me 38 vite e 4 muaj. Okej, faleminderit. Asgjë, faleminderit dhe juve për telefonatën. Kemi tjetër? Okej, presim pak në 068 60 54 639, në 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Me Klodi më flas. Klodi jam. Desha të pyes për pension, tani unë plotësoj. Ule zërin televizorit më përpara, të lutem. Po e fika. Okej. Po e fika. E ula zërin. Unë tani në maj, ka gjysme maj të plotësoj moshën e pensionit. Por i kam vla vite dhe i kam shumë të ndryshme këto vitet e punës. Si mund veproj unë? Ç'do më thënë, i ke shumë të... Do aplikosh një Albania si pas kohës që ti ke punuar, i ke aty të gjitha opsionet. Ja, du të më orientosh pak ti. Unë kam filluar në kooperativë, to, 82-84 kam bërë ushtrim, Po. pastaj kam punu 3 vete gjysmë më njerë, kam punu në hekuruz, pa ata nuk i kërkoj se ata janë hume dhe Po. pastaj në 93-shin kam filluar në arsim dhe kam përfunduar në 2023. Po. E kam nuk mund të ta bëj më dhe ka. Po dashur, po çfarë po kërkoni? Kur të plotësosh moshë, domethënë këto ditë, futur në Albania dhe do aplikosh.
duhet të kem dokumentet në vete. Dokumentet që ke do të dërgosh me postë, se dokumentet e tjera që s'ke nuk ke nga i merr. Ato të tjera që ti thua duhet i kem janë në Albania. Ato s'ka nevojë për t'i marrë, sepse janë aty. Ti do të dërgosh me postë pasi të aplikosh në Albania dokumentet që ke në shtëpi. Librez, ndonjë dokument që vërteton. Po pra këto, kartë identiteti, këto do dorëzosh me postë. Më kupton, ato të tjerat janë në Albania, pastaj sipas viteve të punës që ke bërë. Më kupton? Kjo minjerë 3 vete gjysmë kom minjerë. E kuptova, i ndëruar, po i ke në Albania, çfarë shqetësimi ke? Por kom apliku një ke Albania s'mi ka këthy përgjigjen. Po do kesh aplikuar gabime, ke bërë vetë aplikimin? Po vete kemi bë me thënë drejt, për thot. Po është pak specifik, ajo kërkon një aplikim më të detajuar, më kupton? Se po ta kuptoj hallin tani, jo për gjë, domethënë ka punuar këtu dhe pra ato janë reflektohen në Albania të gjitha vitet dhe periudhat që ke. Në rast se ka mangësi të sjellë institucioni përgjigje, pra nuk të ndihmojmë dot në kuptimin e zgjidhjes pa e pasur një problem. Okej, shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Po, përshëndetje. Dua të pyes pak të lutem. Po. Përpara viteve kam bërë sigurime vullnetare në bujqësi. Kam bërë veti 2 bashkë me. Mirë po, tani nuk e di kam gjuar që të to, po unë i kam bërë to sikur kam punuar në bujqësi, po kam qëndruar në qytet në atë kohë. Të to dua të di a quhen, sepse me sa po dëgjoje kështu. Si kam punuar, kanë qenë të vetë punësuar apo? Jo, ne kemi bërë sigurime vullnetare, doli një ligj atëre që ka bërë sigurime. Me kaq vite paguan një kohë të caktuar dhe merr për shembull 15 vite punë. Ku jetonit në atë kohë, domethënë personi që ka bërë këtë pagesë? Ne jetoni në qytet, po i kemi bërë si për fshat. Në të njëjtën njësi administrative ku ishte dhe toka në fshat apo jo? Jo. Kam frikë që ajo nuk do njihet, sepse edhe sot që ka dalë ligji për faljen e kamatvonesave për vitet asaj kohe, duhet përfitojnë të gjithë ata të cilët janë të paktën në njësinë administrative dhe kanë tokë. Pra jo nga qyteti në fshat. Deri tani nuk llogaritet ajo periudhë. Më vonë nuk e di se kur del në pension personi për cilin po më thua, mund të ndryshojë diçka, por deri tani jo. Po edhe një pyetje tjetër, këto sigurimet private të tjera, ato që keni lidhje me sigarin, unë jam duke i bërë këto që si familje në fakt, po tani merr kohën, do emigrojmë, se kemi çfarë të bëjmë më. Kur i ke bërë? Që kur u hap lajmi ke ju. Ashtu ë? Po, jam ndër të kamarëve tjetër. Okej. I kam bërë si familje, po do të di, fakti që do ikim andej. Absolutisht. Fakti që do ikim andej, do të di si funksionon pastaj, se mund na del prapë në gjë si kjo që doli tani. Si kjo. Jo, po s'ka lidhje me, shiko, jo, po është tjetër gjë kjo e privatit. S'ka lidhje fare, pra domethënë nuk është kusht që ti duhet jesh në një vend të caktuar për të bërë pjesë e kësaj, sepse ti thjesht kontribon privatisht aty, ti kontribon në llogarinë tënde të pensionit privat. Nuk ka lidhje, mund ta bësh nga kudo. Mund ta bësh nga fshati, nga qyteti, mund ta bësh nga jashtë vendit, nuk ka lidhje fare. Por të jam interesuar që mund ta bëj nga jashtë, për shembull, sepse fakti që patjetër që po e dashur. Mos ki asnjë merak për këtë pjesë. Okej, shumë faleminderit. Edhe juve faleminderit shumë. Faleminderit vërtet. Presin tjetër, telefonues në 738, mirëmëngjes. Ose një sekond. Një moment, më prit pak në linjë, të lutem, se dua ta vazhdoj këtë pjesën e pensionit privat. Alo. Okej, mirë, e fosim pra se mos na largohet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. U kam marrë para një javë, thuajse. Po. Për çështje të një tapive me fjalë. Edhe u sqarova atëre, po nuk e di. Kam pasur një par shtëpi, kam bërë 187-ën, e parasysh. Shtëpia është siç ka qenë, kam mbajtur që i hodha në fillim para shumë vjetësh, në vitin 2016 që ishte ligji bashki. Erdhi gjeometra, i mati, në rregull, thash logjisht në rregull. As vesh ai, s'ka rënë si avokati atje.
Mbas asaja, Më thuaj problemin. Aloizim. Më thuaj problemin, mos më thuaj këtë. Më thuaj problemin, zotëri, problemin cili është. Eja ta se mund tani. Tani më thuaj. Se nuk po del ta vajta edhe tek ai vëngu këtu, ca i po do dase i mori dhe ai shkresa, dhe asnjëri s'po bën gjë. Te ku shkove? Tani vetëm ju po më thithë se kjo ne jam nga Vlora. Aja ka vajtur në Tiranë. Mos i di dokument aplikimin që ta ndjekim. Urdhë Agro Rustem ai. Jo, dokument aplikimi, jo emër. Aplikimit, Atë që ke aplikuar, dokumenti që vërteton se është bërë aplikimi, të Po lutem e ma kam nis. këtu. Po, atë më nis edhe pasi Po s'kam si ta nisum, këtë se e mora dhe më vonë që edhe atë ditë më thatë, po si mund ta dërgoj unë, me se? Më jate ajo adresa aty poshtë. Kjo adresa ime, Po. që atë që kam nisur në atë me Albania thua. Dokumentin e aplikimit, ma nis ose thuaj dikujt që të ma nis në emrin tënd, nëse nuk e nis dot vetë. Po dy kush kjo, se kam Më lë një një- se unë jam dhe 80 vjeçë Më vëlla. lë një numër telefoni atëherë. Ja ky është numri im. Ma je pra. A dhe do kështu po. 069 36 Po. 36 po 49 461. Një sekond. Apo mos e kam gabim këtë. Jo, ti WhatsApp nuk ke te ky numër, jo. A shi numri juaj ky më duket ë? Jo, s'është numri jon. Dhe problemi ky është. Është problemi që duhet të kesh si do ma nisësh, thuaj dikujt të lutem i nderuar që të ma nis. Se edhe me numër telefoni nuk ma nis ke dot, pasi nuk e ke WhatsAppin aty në telefon. Jo, do numrin e WhatsAppit ë? Tere, se kam me numrin e parë, po, 068 Po. 27 49 Po. 226. 226. Po. Një sekund. A tani po? Në rregull se kam e hoqa atë numër, prandaj për WhatsApp-in kam këtë drejtë. Po edhe moshatare në si dim të gjë. Më fal, numri jot është ky? Ky nuk është numri im, i pari është numri im që flas sot. Ky është i pari imi ka qenë dhe ky që del në WhatsApp. Kush e përdor WhatsApp-in pra? Me këtë me 226. Ti e përdor WhatsApp-in? Po, unë, sigurisht. Okej, dakor. Po të shkruaj aty pas emisionit. Faleminderit. Tani do më dërgoni ju me në një... Aty duhet më nisësh kur të shkruaj unë. Se nisë të fletën? Po, bravo, fletën. Sigur e kam, tani si tani biles? Po tani s'pa nis do se ke numrin tim. Do të shkruaj unë, zotëri, mos u shqetëso, dakor? Nuk ke këtë numër ti? Po nuk e ke ti numrin tim, o shpirt. Me këtë që marrë. Ta janë numrat për emisionin. Do më japësh numrin të mirë, do më japësh ti numrin tënd ta? Po durova të mbaroj emisionin se të shkruaj unë. E mirë, mbas emision, s'ka i mirë, faleminderit. Apo të presësh një deri pas emisionit. E mirë, rrosh. Faleminderit shumë për telefonatën. Mos u shqetëso se do të shkruaj unë. Bukur shumë. Se e humbëm atë ritmin e mesazhit, por gjithsesi s'ka problem. Pra e dëgjua zonjën, dhe ne kishte që në ditët e para tha që ju e lançuat mundësim për të bërë pjesë pensionit privat në fondin Sigal. Zonja kishte bërë me gjithë anëtarët e familjes dhe ka bërë një zgjedhje goxha të mençur, shumë të mirë, të zgjuar, patjetër dhe fitimprurse. Imagjinoni të gjithë pjesëtarët e familjes në një të ardhme do kenë pagesën që meritojnë. Dhe imagjinoni se sa pak duhet kontribuosh sa ta bësh për gjithë familjen. Sepse dëgjojmë ndonjëherë që po jo ne nuk kemi mundësi, gjithashtu po jo, mos s'do paguash 2000 euro në muaj. Që s'ke mundësi, sa ashtu askush nuk i ka mundësit. Jo, ti paguan sa kursime ke. Pra, kursimet e tua ti i përkthen në shtesa edhe më të shumta, që i përdor si në formë të menjëhershme pas disa vitesh, por qoftë edhe në formë pensioni, dhe nëse do të vendosësh për ta mbajtur këtë shumë si për efekt pensioni, në Sigal Invest, pensionisti del 5 vite më përpara moshës ligjore në shtet. Pra nëse burra dalin 65, në Sigal përfitojnë 60 vjeç pensionin. Bëjeni edhe ju, bëjeni në mos familjarisht, bëjeni vetë, në mos vetë bëjani fëmijës tuaj, që ndoshta do të ketë edhe më shumë përfitime për shkak të moshës, sepse sa më i rrit jesh aq më tepër rritet po themi ajo masa e kontributit
mujor, apo qoftë edhe me një, ti mund të kesh edhe një depozit të caktuar dhe thua që unë po e marr këtë depozit financiare që kam dhe po e dërgoj direkt në llogarinë e fondit e pensionit privat. Llogaria është në emrin tënd, e monitoruash me gjatë gjithë kohës përmes aplikacionit në celular, ti nuk humbet asgjë, kemi thënë gjithmonë përkundrazi, thjesht dhe vetëm përfiton nga momenti i parë. Paratë tua do të sigurohen, paratë tua do të ruhen aty, nuk humbasin, nuk tjetërsohen dhe shtohen çdo ditë e më tepër. Ti e përcakton vetë pensionin dhe nuk ke se pse duhet presësh institucione shtetërore në varësi të performancës së institucioneve për të shpërndar ato pak lek në xhepat e pensionistëve, të cilët vetë thonë që nuk u mjaftojnë, por ne duhet të ndërtojmë vetë këtë me pak kontribut modest çdo muaj. Por që na përkthehet fal edhe kthimit vjetor për 4.6%, na kthehet në një përfitim të drejtë për drejtë që ne mund ta përdorim në të gjitha format. Telefononi në numrin e mëposhtëm, numri është vetëm për ata të cilët janë të interesuar për të bërë pjesë e kësaj nuk e di si ta quaj, ti vë një emërtim, por nuk po e quaj fare me asnjë lloj epiteti, sepse është diçka e cila na shërben të gjithëve. Kështu që investoni edhe ju, mboni pjesë e Sigal Invest që e falenderojmë për këto 20 vite të para shumë të suksesshme dhe lider gjithmonë e më tepër sa i përket kompanisë që menaxhon të ardhurat dhe fondet për pensione. Faleminderit Sigal, mirëmëngjes, telefonata për shëndetje. Alo. Po e thras, po s'po flet. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhroni. Qa di? Ule zërin e televizorit, të lutem? Po, e ula. Jo, më thatë dje që shikot me të Albanjes. Po unë nuk shikoj do që, unë jam 8 vjeç. Po edhe unë shikoj do se e këti Albanian. Po, si t'ja bëjmë? që unë të tërgova atë aty. Jo, po, i Albani... Çfarë më tërgova? Të tërgova atë që ka aplikuar. Po pra, po duhet ta kontrollosh tani të mesazhet e tua në Albania nëse të ka ardhur përgjigje apo jo. Thuaj dikujt që të ndihmoj aty, qoftë edhe në lagje, se për 1 minutë hapet ajo. Po unë nuk ta hap dot nga këtu sepse kërkon ca kode që i ke ti. Mirë. Kontrolloj dhe më thuaj në çdo rast. Mirë. Okej? Faleminderit. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatën. Bukur. U largua? Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Klodi. Po. Mirë mëngjes, të urojmë suksesin punë se ti për nervë ti. Faleminderit. Ti nuk e di se çfarë jeti. Ti ja kaloj juristave se çfarë. Ti më Faleminderit shumë. Ty. E se kam marrë në telefon para një jave. E në lidhje me... Unë jam nga Rosheni, nga Mjetita. Nga marrë dhe emrin. Tani, jam bëho kurioz arsyeja se për çfarë arsye nuk më jepet ajo drejta ajo 18.000 lekë i Kush jeni ju? pensionist me 38 vjetë 8 muaj, më rregull. Edhe nuk përfitoj atë pjesën e asaj, atë pagesën që e kanë paguar që mjata. Si e keni emrin ju? Lek marr gjoka, ta kam paguar në Dakor, po thjesht nuk ju mbaj mend nga zëri prandaj. Urdo? Nuk ju mbaj mend nga zëri, prandaj ju pyeta për Ka problem, ju s'ka në gjë atë. Ku mund drejtohet për këtë angesër burë të ti? Derisa është ligji 38 muaj, vjetë 8 plota, kam shkuar në institucionet atje ke sigurisht më shkruajnë, nga thënë e përfiton. Pse nuk e përfitoj? Shiko, nga sigurime shoqërore dhe mua më ka ardhur përgjigja që rezulton me vitet plota. Po. Por ajo që ti duhet bësh është ta kërkosh të bësh këtë plotësimin e kërkesës për rishqyrtim pensioni në Albania, që nuk e di nëse e ke bërë, por me sa më kanë thënë nuk e ke bërë. Shiko si rregullohet kjo i dashur. Rishqyrtim? Po, më dëgjoj pak. Po. Janë shumë raste, sepse disa i kam edhe ndjekur vetë, që për shembull, ja do ta shpjegoj konkretisht. Po. Mos u mërzit, ëh. Për shembull, ditën e djeshme, jo të martën, me të drejtën, ishte një person nga Durrësi.
Unë flas me drejtorinë e Durrës atij, që e falenderoj për bashkëpunimin sepse janë vërtet fantastik dhe përgjigjen edhe më tepër nga sa u kërkohet. Kishte bërë rishqyrtimin e pensionit personi në fjalë dhe për 3 ditë erdhi përgjigja. Tani në maj do marr pagesat nga janari deri në Në fjalë me bërë rishqyrtim, Po. do të bëjan Në Jellbenia vetëm. Në Jellbenia për 2 minuta e plotson ato, është një lloj si tip formulari ajo në Jellbenia. Dhe pastaj të vjen përgjigja, ti e merr 18.000 lekë nga janari Të deri në. falenderoj edhe më shumë minutat e Deri në moment. emisionit të përshnes. Edhe unë përshëndes shumë, të uroj ditë të mbar. Faleminderit. Gjithë të mirat. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Vetëm një vërejtje, jam shumë i kënaqur me këtë pensionin privat të Sigarit, por një vërejtje të vogël kisha. Bëje. Jam i antarësuar prej 10 vitesh Mhm. te Sigal. Mhm. Pra atë në kontratë për matë, për shkakun që do të blesh një trashëgimtar. Po që trashëgueshëm pensioni, kemi thënë. Më thuaj. Pra, zotëri. Alo. E kemi apo jo? Alo. Zoti Glodi, Po. me datë 13, Shtjetër. Ok. ju morën telefon, Aha. e më premtuat që do të kontaktoni për të takuar për një bisedë tek ju në televizionin tuaj. Ule zërin të lë. Kush jeni? Vasil Paluka, Ku të mora numër? më morët numrin, Sa është 3 shqipat e fundit? 069 23 129. 129. Po. Ta shoh ku dy. 129. Po pra 129. 029 të fundit. A 029. Të fundit. 43 10 029. Po. Jo, s'të ka marrë, me thënë drejtë, ke të drejtë që s'të ka marrë, mos bëj kot sikur Edhe të ka dje marrë. mora qik, po më mbarua oferta, se u zgjatë shumë edhe Je me ofertë po tani? marrë përsëri sot. Je me ofertë tani? Po tani po. Po, çfarë vetëm specifik llojin e problemit më thuaj. Kam aplikuar për certifikat pronësie që në 2010. Kam bërë edhe 2 herë pagesa. Po pse s'ma nis dokumentin e aplikimit të nderuar? Neshe, Më mirë. dokumentin e aplikimit është që ajo vetëm pagesa. Në cilën kadastër e ke bërë aplikimin? Tirana Veri. Vetëm dokumentin e aplikimit më duhet kur e ke bërë në atë kohë, që besoj e ke. Unë ndërkohë kur të mbyllesh telefonin, Është fatura. jo fatura, është dokument që vërteton se ke bërë aplikimin dhe Pra, asaj kohë është një faturë, domethënë. Po, mund të jetë edhe ajo. Kur të mbyllësh telefonatën, unë të kam shkruar tani një mesazh aty të ta gjesh. Vetëm hapi interneti se e ke pa internet tani. Kam pa internet, po. Po, hape dhe do kesh një mesazh aty. Edhe sot do ta nis mbas orës 12. Kur të duash ti, kur ta kesh në dispozicion. Kërkoj ndjes që nuk kam marrë në telefon, por shkak jo te ky numër, të kam shkruar unë një mesazh, po kur të hapësh internetin, Më shkruajtë tash, po, mirë. kur të hapësh internetin ta gjesh mesazhin aty. Mirë. Në rregull. Ju falenderoj. Të përshëndes shumë. Faleminderit edhe për telefonatën. S'ke kohë. Alo. Të hy në internet? Alo, zonjë, jo. Është tjetër, ishte tjetër person. Tani jemi bashkë, mirëmëngjes. Po. Më thuaj? Po më thuaj ti se nuk të dëgjova, I kisha me një tjetër person. Kam problem me punën e pensionit, Po. shpërblimin e pensionit, mund të akon të do merja. Qa është 18.000 lekë, unë nuk marrë. 279 Kur keni dalë në pension, zonjë? Zonjë? Që marrë pensionin, edhe nuk kam marrë si e shpërblimin, ti që marrën gjithë të tjerët. Më dëgjon apo jo? Po, të dëgjoj. Kur ke dalë në pension, zonjë? Kam dalë që kur? Që kur? Në 2000, se kam pas edhe 2 O zonjë, kur ke dalë në pension, o jullë? Vënd punet e agjencia delegatike. O zonjë, kur ke dalë në pension e dashur? 2010-ën. Me sa vite punë? 32.
E ke pas të pjesshëm me dashur. Po. E ke të pjesshëm pensionin. Dhe pensioni i pjesshëm përfiton, është vërtet që përfiton 8.000 lekë, por përfiton në rast se pagesa e pensionit nuk të kalon mbi 220. Jo 279 e kam. Jo, e dashur. Pensioni i pjesshëm trajtohet personi që e merr të tillë me pagesë 8.000 lekë, por ndoshta edhe më poshtë në varësi të pensionit që ka. Nëse ka 218.000 lekë do marri 2.000 lekë të vjetra. Nëse ka 212 do marri 8.000 lekë të vjetra. Nëse ka 220 e lartë nuk merr asnjë. Faleminderit e dashur për telefonatën. Shkojmë me Oso, është ka Oso se për pak e thash siç e thatë ju. Oso bën të mundur jo vetëm lehtësimin e dhimbjeve të kockave dhe të nyjeve, por po ashtu edhe rekuperimin e kockës, e thon ata të cilët e kanë përdorur dhe më pas kanë bërë ekzaminimet për kace, ku është vënë re diçka e tillë, është një medikament i prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian, është vetëm ky lloj paketimi. Ju duhet telefononi patjetër në numrin që do të shikoni në ekran pak më vonë në spotin publicitar për të komunikuar me personat përgjegjës dhe për të marrë, për ta bërtuar oso dhe me 1 apo 2 kapsula në ditë në varësi të intensitetit të dhimbjes, ju do të shpëtoni një herë për gjithmonë nga këto probleme të cilat janë vërtet të sikletshme, në orë dhe momente të caktuara janë më shqetësuese, por që me oso do të jepni fund një herë për gjithmonë dhimbjeve të kyçeve dhe të nyjeve, të kockave po ashtu. Përdoreni, është diçka që do t'ju shërbejë edhe nga ana shëndetësore, patjetër. Ndaj mos e neglizhoni asnjë lloj dhimbjeje të kockave dhe të nyjeve me idenë që do kaloj. Jo, nuk kalon asgjë pa e kuruar. Kështu që një mungesë e kurës përkatëse për problemin në rastin konkret të kockave mund ta vështirësoj akoma edhe më tej zgjidhjen pastaj në një moment të dytë. Kështu që përdorni oso, publicitet vin pas pak. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, vijon komunikimi me ju. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo, kemi. Flisni lutem, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për linjën që desha ju kujtoja se ju ka marrë një tjetër Oklodi në lidhje me strehimin. Po. E ka rruga Ribaushi. Është bërë gjë të lutem? Me strehimin e kujt? Strehimin e banesës. Është ballat me strehim poshtë, por ka shumë ujëra të zeza. Do bëhet në brenda muajit maj ajo i nderuar. Tani po e shoh. Brenda muajit maj do mbyllet, me sa informacion na kanë thënë neve përpara 3-4 ditësh. Po të duash ta nisë edhe si sqarim. Shumë faleminderit. Dakor, faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar. Presim tjetër, mirëmëngjes. Klodi. Alo. Po, të dëgjoj. Më dëgjon. Kam dalë 16 në pension, kam 34. Ule zërin e televizorit, të lutem shumë. Po. Ule në zero sepse na pengon. E drejtë është. Kam 34 vjetë në të muaj. Nuk më japën as 8.000 lekë, as 18 qëtë. Ule zërin e televizorit edhe njërë se nuk të dëgjova fare çfarë the. Pa, më dëgjon tash? Alo. Tani po. Kam 34 vjetë e 9 muaj vite pune, edhe nuk më japën as 8.000 lekë, as 18 qëtë. Kur keni dalë në pension? 16. Je pensioni pjesshëm, e ke mbi 220 dhe prandaj nuk e ke marrë. Po 220 e kam me gjithë korrentin unë. Po, llogaritet edhe ajo këtë herë dhe llogariten gjitha shtesat, prandaj ti pensionin e ke të pjesshëm. Po unë kam një shok të pjesë me 45 vjetë e 8 muaj merr 8.000. Sepse e kam poshtë 220-shes. Jo bre, më shumë se unë bile. Nuk ka shans. Nuk ka shans? Nuk ka 0. Zero mundësi. Edhe një problem të të vogët. Kemi bërë aplikim të baktive, nuk na japën paratë. Ky është problem pastaj. I kemi dorëzuar atë fletën dhe akuja të tëra të gjithmonë na zgjedhë vërtare që ma të lekat. S'te kanë dhënë përgjigje? Jo. Jo. Ashtu, a? Po, i dash. Kur e ke bërë aplikimi pak a shumë? I kemi bërë nga... Po nga viti shkuar, se mbaj me mirë muajnë. Ku jeton ju? Unë këtu në Devon. Këtu në Devon. Do pyes unë dhe nga java tjetër besoj mund të kemi ndonjë sqarim. Faleminderit. E ngritë prapa të zërin televizorit, bravo. E kam dorëzuar fletën, më kanë dhënë ata të veterinisë, po paratë s'mi japën. E kuptova. Faleminderit shumë.
I faleminderit. Presim tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, Klodi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Po i bjem këtë numër të cigarit, për këtë që po e për këtë reklamën të po nuk më dhe këtë numër që ke poshtë tjetër. Si nuk të del, e kemi, ma aty e ke numërin. Po i bje dhe nuk më del fare, s'më përgjigjet. I kërën tani? Po ja, sa ka para se të mërën aty. Po bini që ora 9. Ose ma i bua numërin se të lidhë unë direkt. Numërin tim? Po, ma jep. 068 27 Po. 69 487. 487. Po. Bukur. Falenderoj. Faleminderit. Gjithë të mirat. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Të lutem interesohem. Kam aplikuar për blerje truadhi, nga Berati flas. Në katastrën e Berati kam aplikuar për blerje truadhi. Po kam gati 6-7 muaj dhe nuk kam asnjë lloj përgjigje. Tani aplikimi. Manis po, e ke? Kartelën e pasurisë kam të shtëpisë. Jo, për blerje truadhi. Për çfarë ke aplikuar? Tani kam aplikuar për blerje truadhi, teritorin që kam rreth. A se ka qenë shtet? Toka shtet. E pra. Toka shtetërore. Manis vetëm certifikatën që të pyes në bazë të kësaj numrit pasurisë. Certifikatën, po aplikimi për truat, për blerje truadhi? Po nëse e ke atë aq më mirë, pra, se po ti më the çfarë për certifikatën. Nëse e ke atë aq më mirë. Certifikatën në shtëpi. Nuk më duhet në rast se ke aplikimin. Tani duhet të blej truadhi. Në rast se ke aplikimin nuk më duhet certifikata. Në rregull. Mirë? Dakor, okay. Shumë përshëndetje. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhoni. Jam një nga qytetar nga Leza. Edhe më ka bërë kunata nga Irlanda për kunatën tem, për motrën teme, me marrë në Irlandë, për termujorse. Edhe qysh në nëndorë, ja kam dërgu letër me DHL-en. Kujt ja ke dërguar? Ambasadë se irlandeze, po është në Greqi. Po. Po, alas më ka arë përgjigja. Ambasadës irlandeze në Greqi? Apo jo? Alo? Nuk e kemi. Okej, po gjithsesi është. Mund t'i bësh një email në mënyrë të vazhdueshme për përgjigje se dhe nuk është se mund të bëjmë diçka në këtë rast. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Mirë, uleni zërin e televizorit, ju lutem zotri. Po. Faleminderit. Alo? Po. Përshëndetje, si ka luar? Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë. Mirë si jeni? Por këto të pensionit në moshën 18 vjeç, njihen apo jo? Po. Po unë nuk ma kanë quajtur një vit. Nuk e kam kisha të plot, po... Nëse nuk është i plot, nuk quhet. Nuk quhet, e? Jo i dashur. Gati 8 muaj veshin. Po pra. Jo, i nderuar, nuk llogaritet, jo. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Në 80 minuta jemi, mirëmëngjes telefonata. Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një zonjë këtu nga Tirana. Mbusha 62 vjeçe. Jam dhe invalid, ma një kemp 89.000 lekë nga bashkia. Po. Po tani nuk ti për pensionu s'kam shumë, vetëm që kemi punuar në kohë në kooperativë, 5-6 vjetë bëhen as bëhen. Qa mund të zjedh, qa mund të bëj? 5-6 vjetë nuk e përfiton. Po. Duhen minimumi 15 zonjë. Po kempi 89 e ka mund që invaliditet. E kuptoj. Por që për pension nuk përfiton sepse duhen minimumi 15 vite. Nga e merë pensionin, në zonjë? Invaliditet e bashkia. Nga bashkia, mendova se mos e merë nga sigurime shoqërore. Me ka që pak vite sa ke për pensionin nderuar, nuk del dot në pension.
Kështu që do vazhdosh me pagën e invaliditetit ose do presësh pastaj deri 70 vjeç për pension social. Shumë faleminderit. Asgjë fare, ju lutem, faleminderit ju për telefonatën. Presim të tjerë në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit zotri. Po. Këdi. Alo. Të dëgjoj. Këdi. Alo. A do flisni apo jo? Po, dëgjoj, para 2 vjetësh kam bërë te OSHE-ja një ndryshim të emrit, nga emri nënës te emri im. Edhe tani i them me që po marron fatura që kam te emri nënës, libri, i them kaloj emrin tim tek emri nënës. Ata thonë jo nuk bëhet. Fatura vjen. Pa e ke ndryshuar. E kam ndryshuar para 2 vjetësh. Edhe fatura vjen në emrin tim. Po, ku shënohet emri nënës pastaj? Se kur vete paguaj legët, unë të libreza është emri nënës. I thash më vat një librezë së re, dhe më ndryshoj var emrin tim të emri asaj që të heq emrin e nënës, me që kam emrin tim. Te libreza mo? Te libreza. Me librezë të re dhe shkruaj emrin tënd. Po nuk e bëjnë ata të... Bëj e ti, more? Ha? Po s'ka lidhje fare jo, i dashur. Aty te libreza mund ta lësh dhe pa emër. Ti ke hallin e librezës. Kur vajta te faqja e parë e librezës. Por e kam librezën, e tregova dhe asaj. Edhe kur vuri emrin tim tek ajo te kompjuteri, doli dhe emri nënës, del dhe emri im. Si dhe emri nënës? Me që të del emri nënës, unë nuk e shkruaj dot te libreza emrin tanë. Po ndërruar fatura në emër të kujt vjen? Në emrin tim. Ka ndryshuar, pra ajo është që vërteton se është në emrin tënd. Po atje kompjuteri del emri nënës. Po mund të dali si historik, mo? Po nëse fatura të del në emrin tënd, ajo është në emrin tënd. Fatura vjen në emrin tim. Po ajo është element që tregon se ndryshimi është bërë. Nëse te fatura do... Po te libreza ka muhabeti. Po te faqja e parë e librezës. Po pra emri lart te libreza është emri nënës, nuk vjet emri im. Hidha atë librezë, merr një librezë tjetër dhe shkruaj emrin tënd. Po e kam bërë atë. Unë e kam pa emër librezën time për shembull, edhe pse unë e paguaj online faturën, në fakt, edhe s'kam fare librezë. Nuk është kjo i nderuar, nuk është as i shqetësimi, mos u mundo kot se. Tash aty do shehet ajo, çupo dha mua shkote bashkia, mbrapa bashkia. Për çfarë, o i dashur? Për ndryshuar këtë emër. Po cilin emër, mo ty ndryshimin e ke bërë, për sa kohë fatura të vjen në emrin tënd? Po. Po, ai është po themi që vërteton se ndryshimi është bërë. Të vjen fatura dhe është bërë ndryshimi përmes faturës. Fatura tregon kontrata e kujt është. Domethënë të bëj këtë unë mbaj librezë kur emrin tim. Po nuk të duhet fare libreza, më kupton, se për shembull unë e paguaj në aplikacion, se kam hiç në librezë. Se kam as emrin tim në librezë, as emrin e familjarit fare. Pra nuk ka lidhje ajo, hiç. Fare. Mos u shqetëso sepse do të sillin kot, domethënë se shiko, ndonjëherë për këto institucione të sillin vërdall dhe kot. Të thonë po shiko shko atje, dhe ndërkohë nuk marrin në konsiderat elementin kryesor që është me faturën. Nëse fatura deri dje vinte në emrin e të ndjerës nënës tuaj dhe sot vjen në emrin tuaj, këtu ka mbaruar kjo gjëja. Pastaj në librezë mund shkruash emrin e, po diun, edhe të djalit. Kot. Por numri që shënohet dhe çdo element tjetër që shënohet në bazë të kontratës, shiko numrin e kontratës te libreza aty, korrespondon me numrin që të vjen i faturës? Po. Bravo. Dhe kur ti fut numrin e kontratës në sistem të del në emrin tënd. Del në emrin nënës. Po le të dalë më shpirt emrin nënës, është historik ajo pjesa. Ty fatura të vjen në emrin tënd. Do ishte problem nëse do ishte në emrin tënd dhe në emrin e nënës fatura. Nëse të vjen në emrin tënd është okay. Edhe sikur pastaj, po marrim të mirë që faktin që është në emër të nënës, po e marrim ose nuk është. Çfarë problemi ka? Jo, pagesa prapë, po unë thash po e marr edhe sikur këtë gjë, po ti e ke në emrin. Po ndryshim librezi thash se ti qëndroj me. E ke në emrin tënd 1000%. Librezën tjetër kur të mbaroj libreza tjetër, domethënë kur të mbaroj kjo libreza të gjitha ato faqet e vulave. Po. Me librezë tjetër, pastaj se do marrësh, nëse do ta marrësh, dhe lëre pa emër fare.
Po se nuk është ajo që e tregon këtë, i dashur. Më kupton? Emrin e asaj është kontrata dhe numri i kontratës, në emër të kujt është. Ja, këtu se të ujësjelësi nuk pata problema, kthyer me njerë, po këtu. Po e ke të kthyer mori nderuar tani se më lodhe. Një mirë. Fatura vjen emrin tënd, është i kthyer emri dhe okay. Faleminderit. Po. Faleminderit juve për telefonatën, ditë bukur. Në 8:17 presim telefonues tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje zonjë. Jam mundu dje për zotin kush e di sa herë i kam rënë, po nuk i kapja dot linjën. Desha me thonë, nëna jote ka boj gati. Si nëna ime? Një plot tjetër si puna jote. Pa ka dhe një si puna ime, pa i nuk është publik. Për zotin gjithë të halë që i zgjidhni popullit se në mjes, vetëm ke ty i shok dhe për zotin sikur nuk e di. Faleminderit. Pas që shkëlqeni si televizion, si emision. Faleminderit shumë. Tashi, unë kam nipi 10 vjeç. I kam thënë për faleminderit për lambjen dhe një lloj ilaçi, Vermox, ne kemi pas përdor dhe për fëmijët tanë, ka humbë fare nga tregu. Vermox? Nuk e di tani si është puna. Si quhet ilaçi? Jashtë mund ta gjesh Vermox. Jashtë mund ta gjesh edhe këtu jo. Se si është kjo punë kështu s'po merret vesh. Edhe për çfarë përdoret? Është për to parazitët, për lambje. Po, për parazitët, se ja po e shoh tani në në foto. Shiko. Dalin këto reklamat shumë në YouTube që shohin dhe se e qartë, po dëgjoj pak, domethënë ndoni patjetër këtë se mund të ketë alternativa në mungesë të kësaj apo mendoni që është më efektshme? Mendoj që është më efektshme. Keni kërkuar apo? Kemi kërkuar, po. I themi farmacisës, po si është e mundur? Nuk ka këtu në tregta, po të kesh njerë sa merre jashtë. Është 1 milion fëmijë të pa mjekim, kur është ai i sakët, pse mos me qenë? Jo, të drejtë keni. Më lër kohë të pyes, të interesojmë në disa farmaci ose në disa depo të paktën që shpërndaj medikamente dhe të ja përgjigje pastaj. Shumë faleminderit. Ju hecë mbar. Edhe për ty. Edhe për ty faleminderit shumë për telefonatën, si? Okej, me që po ma thua, në rregull pra atëherë, se me zor pas ka shkuar ora. Bukur, flasim për edhe një për pensionet private, i ku shpejt kjo pjesë e tretë. Flasim sepse patjetër janë një të domosdoshme. Ne dje kemi pasur një intervistë me një ndër ekspertë më të mirë të sigurimeve shoqërore, dhe që ai renditi 2-3 element ose disa më shumë se si mund të përmirësohet kjo çështje e pensionistëve dhe pensioneve në Shqipëri, dhe ndër elementet kryesor ishte mbështetja te shtylla e dytë e pensioneve që ka të bëjë me vetë rregullimin e kësaj, duke kontribuar vetë privatisht në shtyllën e dytë që lidhet pikërisht pra drejt për drejt me pensionet private. Në Sigali Ves keni mundësinë ideale sepse ti aty ke gjithçka që të duhet, pra merr përgjigje për çdo gjë. Nëse ti ke një kursim, sado që ai tjetë, nuk ka rëndësi vlera në muaj, dhe këtë kursim tëndin ti e depoziton në llogari bankare për efekt pensioni privat, çdo ditë më tepër ajo shtohet. Ti e përcakton vetë pensioni se sa duhet ta kesh në moshë pensioni 5 vite më herët, patjetër se sa mosha ligjore. Dhe në bazë të asaj që ti kërkon të kesh pagesë mujore, të jepet edhe, po themi, grafiku se sa duhet të kontribuosh. Por kujdes, diferenca mes asaj që ti kontribuon, pra që ti investon, i jep çdo muaj ose më një herë për pension privat, me atë që përfiton pastaj, pagesa që ti bën është shumë më e ulët nga sa përfitimi. Pra ke një përfitim goxha të lartë, i cili të bën të jetosh me dinjitet, të bën të jetosh me kokën lart, sepse ke një pension shumë të mirë dhe nuk futesh në atë pjesën pastaj të kategorive të njerëzve që me të drejtë ankohen çdo ditë për pensione të ulta dhe të tilla janë në shumicën e rasteve. Kështu që për të mos u përsëritur historia në këtë lloj forme dhe mënyre, investo sot për veten tënde, duke filluar me pak, sepse nesër do të bëhet shumë dhe bën diferencë goxha të madhe për ty, për familjarët e tu. Faleminderit Sigal për këtë mundësi fantastike që keni dhënë për ne tashmë në dekadën e tretë të funksionimit dhe vijon të jetë lider në tregun shqiptar të menaxhimit të ardhurave për efekt pensioni. Faleminderit edhe një herë. Atëherë, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes telefonata.
para një 10 ditësh, do kam thënë për të vazhdimtarët e Ministrisë e Financave. Do kam thënë dhe emri, nuk e di, e keni përcjell apo jo? E kemi përcjell e dashur dhe është në listë pritje. Është në listë pritje? Po. Rosh, faleminderit. Të lutem, nuk na shqetësoni as pak, mos na e thoni më këtë. Alo, përshëndetje. Unë them më mirë kalojmë në publicitet, se do vonohemi pak, kalojmë në reklama, flasim edhe njëherë për gjithë ata të cilët kanë probleme me nyjet dhe me kockat, ndonjëherë na ndodh në mëngjes që të bëjmë atë ritualin e si quhet ajo, kur shtrin duar dhe na ndihmoni. Ë? Jo, nuk përdoret ashtu në publik. Po gjithsesi ai relaksi, po themi mëngjesi dhe ndihem ndonjë kërcitje kështu të befshme. Dhe themi mosha. Edhe vjen. Kështu që për të shmangur këto probleme të moshës, siç janë dhimbjet e kockave dhe të nyjeve, përdorni oso sepse është një medikament i cili është prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe është goxha i efektshëm, ata të cilët e kanë përdorur pas problematikave të caktuara që lidhen me kockat dhe me nyjet, kanë deklaruar, jo vetëm publikisht, por edhe në biseda të tjera private, që janë të kënaqur dhe vazhdojnë të përdorin rregullisht në kuptimin kur kanë dhimbje, se s'ka nevojë ta përdorësh kur ti nuk e ke të nevojshme për ta përdorur diçka të tillë. Dhe ajo që mjekët sugjerojnë është që nuk është thjesht dhe vetëm një qetësues i momentit i dhimbjeve, por një rekuperues shumë i mirë i elementeve kockore që ndoshta mund të kenë humbur nga mungesa e të kuruarit në kohë të problemit që ju keni pasur. Ndaj përdoreni me 1 apo 2 tableta në ditë varësisht të intensitetit të dhimbjes dhe do të shpëtoni vrap nga liqeni pastaj. Faleminderit Oso, shkojmë me publicitet dhe pas pak me telefonat tjetër. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit në 8:31 jemi 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mëngjes telefonat. Alo? Kemi? Ja larguar të dy, mirë, presim pak çaste për të tjerë telefonues të kësaj pjese të fundit e emisionit për takimin e sotëm, e ende data 30 prill, dita e fundit edhe këtij muaji. Në numrat që keni si gjithmonë në ekranet tuaja, por që ne i përsërisim për një pjesë që ndoshta nuk i kam memorizuar ende. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Urdhëro. Nga Vlora të lutem. Urdhëro Vlora. Si të ka vllai, mirë? Si jeti? Mirë. Jo vlla, jam ai që të ka marrë se dërgova te WhatsApp jot ato 2 dokumentat babait. Ku mi dërgova? Te WhatsApp juaj, te privati, te numri juaj privat. Me numër telefonit tënd sa të fundit? Po. 815 në fund. Jo, me këtë numër s'kam në WhatsApp, të numërim. Jo, se vlla, numri tjetër është 843, nuk e më mirë. 843? Po. 843. Jo, as te ky numër s'më ka nisur asgjë. Dhe kemi edhe polën bashkë. Për një certifikat edhe për një pension të... Po ku mi ke nisur? Po, 827 apo 827 nuk po. As me këtë numër, jo? Nuk dhe. Se mbalë vënd numërin tani? Po është e WhatsApp, ishi WhatsApp së të këj personali. 227. Jo. Mirë, mund të të shkruajte më vonë të mbas emisionit e privati? Pa tjetër që mund të më shkruash, nëse më ke shkruar, pa tjetër që po e gjej. Nuk mirë. Më shkruaj, sa po ta mbyllush më shkruaj pra. Faleminderit juve. Mirë, faleminderit. Ti jeni mirë, faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetër. Alo? Alo, mëngjes zoti Klodi. Mirëmëngjes. Shëndet zoti Klodi. Shëndet kesh. Jemi nga Fuko. E di. Nuk kam marrë ka herë, s'kam marrë telefonë, e të marrë marrë edhe për akoma do shqip, të marrësh. me të po edhe si njeri, si gazetar, i njerom i respektum. Po. Zoti Klodi, kam një problem, kena një problem në lagjen e komunit Gjegjen. Po. I punojmë të kovnojët e shajmë të tokët
po ai kanali kam bisedu me te po. E di. Ka një 60 metra si ka hika i kanali, edhe po patën mundësi me adhan në i gazetarit që në puk. E ta dije këtë problem në lagjen e punës. Dime dashur, gjithmonë kemi përcjell. Se i shumë i nërumi i respektum, se s'kam bisedu ka herë me ty. Si s'ke biseduar? Kemi biseduar në bashkë? Jo, kam biseduar, po nuk kam qesu, se ka në problemet në dhoja, ka Shqipëria. Diku, që, unë jem pensionist, ka 3 muaj që nuk kam marrë lashet nga shteti. Pse? Po që nuk ka lashe, ku e di unë të modelet e punë, se... Ashtu, ha? Janë i lashe me rëmsimor, se nuk mund i kina gjithë, se na i blim edhe me pare, po me lek. Po s'mund i kina gjithë, po nuk prodhej i lashe në nuk prodhej i lashe në pukë, po ka shletësie, ka ministra, ka punë këtë probleme. E kuptova. I dashur falenderoj shumë, patjetër që unë i përcjellim gjitha problemet në kuptimin e... Po i shumë i konsideruar i nderuar i respektuar, po se me këto gazetarë qirë më rëbull, ato bisedojnë me ato numrat e vetë, ku e di modelet e tine. Patjetër, pa merak fare. Të përshëndes dhe një uroj ditë të mbarë. Një shatmenta për zoti bolet të i. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonues, përshëndetje. Alo, u largua, po pse u largove? Po du t'i thoje që të pristen linë, se ndonjë ngatrohen, dhe kujtojnë që e kemi me ta bisedën. Alo, Klodin Gjesi. Po, mirëmëngjes. Si, urime për emisionin, po kam një problem. Jam në një firme, një punë më tanë Megatekut. Po, u le zërin televizorit. Po, sigur, po, okej. Se ngatrohemi pastaj. Dhe atë e kam orarin e punës që e bëjnë darkët, edhe vi nga ora 11 shtëpi. Problemi ashtu se ajo rruga është skandal në Megatek, janë ca gropas që rruga dytësore? Po. Qërë një gazetarë, qërë një gazetarë aty e lemeria, për para Megatekut, deri nga që të uja është, në pagujmë taksat e makine, se le se qamë gomat e makinave. Që se ke mundësi, qërë një gazetarë që bëjnë intervjist aty, bëjnë... Patjetër, e kemi transmetuar dhe ndër vite, patjetër, por kjo s'do të thotë që s'duhet ta transmetojmë, patjetër që po ka vëmendjen e vet. Kështu. Përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën, presim tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Uleni zërin televizori, zonjë, lutem. Alo. Po. Jam një familjare nga Lezhë. Po? Dam të kontaktoj për një problem që e kam një në televizor për komunë. Po? Dhe do të di ku është si shtëpia jo, që ka kërku punëtore për pastose. Ku? Ku? Ta ka dhëmë numrin ty, e kam një të ty. E patën me 500.000 lekë, të patën numrin e telefonit ty me dhajt në fond. Po, e di. Më jepi numrin tonë në telefon, ose lëre të regjia të lutem, dakord? Nuk di me kontaktu për të... Jo, vetëm mos e mbyll telefonin, mos e mbyll, qëndro aty. Po. Dakord, Erin merja pak numrin të lutem zonjës. Faleminderit. Kemi telefonat tjetër? Alo, përshëndetje. Është larguar. Mirë, presim pak momente në 10-12 minutat e fundit të emisionit për sot. Alo. Alo, përshëndetje. O, Klodi, 834 keqen, se nga troja unë. 834? Po. 834. Po. Po nuk më ke nisur o inderuar tani, pse më... 834. Po jo, për kuma... Gjovan. 22, 27, 834. Po një sekund, si 22, ma thua e 06? 9. 22. Po. 27, 834. 834. Po.
Po ti se ke për certifikat pronësie këtë mo? Jo, është ai pensioni vonor, Ndjes. dhe certifikat familjare e trungut, që kemë polu që nuk ma japin këtu ka një vjetë. Certifikat familjare e trungut merret në Albania. Një Albania, po ato të skrapajit ma vësjevë në mërdau, që të ti do ta shikojmë. Po një Albania mos ka lidhje, nuk do të shkosh fizikisht. Do flasim pas programit, dakor? Mirë të keq. Përshëndet shumë, faleminderit për telefonatën, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Lali. Mirëmëngjes. Të shëndet. Edhe unë ty. Jo dhe bishtë të pyesa, dëgjova dje për atë azhonimin e shtëpive. Aha, është me zona, jo? Në qëse në një shtëpi në Tiranë, unë e kam blerë 7 milion lek, tash i përshamu dhe 150 milion lek. Me ato me rivlerësimi, jo azhonimi? Për rivlerësimin po thua? Për rivlerësimin, po, rofsh. Shiko pak i nderuar, do më thonë, pak ule zëri televizori se katrojme edhe unë edhe ti. Po. Për shumë, nëse një pronë të caktuar ti e ke bler ule të lutem. Po. Nëse ti një pronë të caktuar e ke bler 50.000 euro, po. Dhe e shet 100.000 euro, po. Aktualisht paguan 15% të 50.000 euro fitim. Po. Nëse rivlerëson, do paguash vetëm 5%. Ma kupto, kur do që ti ta shesësh. E vendos vetë... më thuaj. 5% të shumës që shqitet, apo që kam bler? 5% të shumës që fiton mbi shitjen. Për shembull, dhe ke bler 100 milion lek, dhe do e shesësh 110 milion lek. Do paguash tatim për 10 milionshin fitim. Ma kupton, jo për të gjithën. Jo për gjitha. Jo, absolutisht jo, se pastaj i bjen që grënd. Faleminderit. Faleminderit dhe ty për telefonat. Asgjë, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. E kam mbyllur. Mirë, do presim neve në këto minutat fundit të programit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një banor i Kamzës, dhe tu në Kamzës policia vetëm me blokej me gjoba ku të mundet. Mirë në rrugët nacionale, por edhe në rrugët e lajeve në mbitur me gjoba. Nuk e din si të veprën. Tim ku i lëm makinat. Ky është problemi më i madh i nderuar. Që okay. Po zdim ku të sqarohem, bizu ku të themi. Vetëm komisariat thot çoj ku duash në parkim me lek. Ku mund ta shërbej parkim me lek? Po dhe sikur ta çosh parkim me lek s'ka, janë. Janë bërë lagjet. Po shërboj tot. Nuk e di si zgjidhet kjo punë. A mund të më jepni një mendim, a çfarë mund të komunikoni me dikë, a mund të njoftohet policia, shtetja? Kjo duhet të zgjidhur me nëse do zgjidhet me një lloj logjike që pastaj materializohet me ligj, se ndryshe s'ka, domethënë janë bërë lagjet të mbi ngarkuara sa që edhe parkimet publike dhe private nuk e mbulojnë dot gjithë fluksin e makinave, është raporti shumë i drejtë. Ku të shrovesh makina, gjoba atje, nuk di se ku t'i lem. Ata nuk futan as në xhep, as në shtëpi, nuk sillen. Nuk e di. Saktë. Mirë. Kështu që s'të jap dot një mendim në kuptimin mendim. Ja pra ky është mendimi, po që shpresojmë që autoritetet ata duhet ta japin këtë gjë, okay, të ketë një lloj tolerimi që aty ajo lagja të menaxhohemi. Sa mundemi. Tash mas se si televizion ju mbas gazetarët mund ta sensibilizoni atë, njoftoni atë, nuk e di. Kjo patjetër, po më kërkove mendim, po mendim si mendim. Kjo duhet shtruar si shqetësim të institucionet, në mënyrë që ata pastaj të shohin duke marrë në konsiderat edhe mbi popullimin e çdo lagjeje, kudo, çdo rrugë a zone, quheni si të doni. Nuk janë shpërndar policët tamam si kobe. Në çdo rrugë e rrugis me blok në dorë, o burrat bëjnë normën. I shpjegova një ditë një polici çfarë bëhet kështu, nuk e din ta, ne jaftojmë. Ani shiko, të thuash, okay, kur ka raste dhe argumente për të thënë po bëjnë normën, hajde e themi, po tani lënia aty është e paligjshme, me thënë drejtën. Po dhe argumenti juaj edhe joni qëndroj që s'kemi ku i lëm, pra që mos i ngatrojmë të dyja gjëra, po gjithsesi ne si media patjetër që do t'i japim zë. Faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Here.
Urdhëro pra. Je Klodia, ajo. Klodia, po ulesën në televizorit, lutem. Amanet, o Klodi. Ja mo. A ka mundësime ta bëj pyetje? Bëj, e? Po bëj, mo. Po je? Një gjë, një ma i rria unë, a ka mundësime ta thoni gjë? Po je akoma kështu? Jo, jam nisim ke pa thonë, ke rria unë. E di që e mbaj mund që e kam thënë, po në rast se je akoma ashtu, lëre fare, mos e thuaj më mirë. Po, jo, një gjë. Jo. Si shëm në gjendje, ta diftoja të rria unë. Unë jam 82 vjetë. O i dashur u bëfsh 182, po pse më provokon tani? Me gjerë kuj me moti. Jo, su zjerë kuj me tu, po në zjerë ti me mua. A jetë gjerën ti? Unë jam në Shqipëri, në Tiranë dhe kudo tjetër. Zotin pra një gjë. O i dashur, do flasësh si qytetar tani apo jo? Unë dua të mësoj nga fjalët tuaja, se jam... A diftoj kush jam, a diftoj. Unë... Ata diftoj. Po s'ka lidhje me emër kjo? Me gjerë kujti, gazetari. Ka gjëna me kanë qoban rish. Aha, mirë. Po mirë, dakor. Po turp me kanë qoban rish. Po jo, më nuk është turp me qenë qoban rish, jo, është nder. Turp, martirë një gjë. Qiti televizorije, më rrua ti. Aha. Po shumë e ullet kjo që bënë, i ndëruar. Jo për mua, po del keq ti. Që me rëmen ma, vetëm femnave t'ja u hapë. Aha, mi, iqe rindit, lutem, iqe se filloj degradimi tani total. Nëse kërkojnë ndjes publikut për gjuhën e personit, por që të bëjmë, nuk e ndalojmë dot. Deri në këtë pikë. Alo, mirëmëngjesi. Klodja me komuniku pak. Urdhëro. Klodja. Mirëmëngjesi, Klodja. Mirëmëngjesi, dashur. Timi, doja pyetja për burrin. Po? I ka vitet e punës 77-93 në Shqipëri, po në moshën në vitin 77 ka kanë moshën 16 vjeç. Kur i fillojnë vitet që ti njihen? Ku ka punuar zonjë? Në Komunale Banesa. Në? Ku ka punuar? Komunale Banesa, në Shkodër. Po pse nuk ja kanë njohur këto vite? Po, thonë se ke kanë minorend. Mi 18 vjeç nitën vitet e punës. Prandaj të pyeta, sepse jo në të gjitha ndërmarrjet llogaritet në moshën 18 vjeç. Ka që llogariten 18, ka dhe 14, pastaj po 14 është në ish kooperativat bujqësore. Aj. Okej, mirë, shpresoj ta marr sërish zonja. Sot apo, jo sot s'kemi kohë. Ka telefonat, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Doja të pyesja për diçka, përpara, domethënë në maj mami kishte operacion në syrit për të bërë për të hequr pendën apo të vendosur lenten, po. Vazhdon në njëjta situatë tash. Akoma, me thënë drejtën. Po, mundet domethënë diçka të pyesni diku ose patjetër përpara 10 apo 12 ditëve, pyetëm diçka. Patjetër që do jemi në kontakt sepse un kam lënë edhe numrin tim atje, në mënyrë që të më njoftojnë, ta them si lajm, se besoj që më do dëgjohet në masë. Okej, mirë, atëre, në qoftë se ka ndonjë ndryshim ose ndonjë lëvizje të lutem. Me kënaqësinë më të madhe, zonjë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe ti për telefonatën. Sa ndryshon mosha, më thot, për burrat nuk ndryshon. Pra ka një, shikoni, aktualisht zonja dalin 62 vjeçe. Kur mosha e grave të shkoj 65 vjeç, në diku nga viti 2030 e pak, mos gaboj, i bie sipas llogaritjeve, aty fillon shtohet ajo e burrave me nga 1 muaj për çdo vit deri në 67 vjeç. Se meqense po thot të dëgjoj nga televizori. Kështu që aktualisht deri kur të shkoj 65 mosha e pensionit për gratë, nuk ndryshon ajo burrave dhe më vonë do shkoj 67 për burra duke kushtuar me nga 1 muaj çdo vit. Mirë, nuk kemi më kohë për telefonues tjetër. Faleminderit gjithëve që u bët pjesë e programit dhe do të ritakohemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision.